Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku jemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju këto thashe themet, këto që fliten lart e poshtë në fakt për artistët shqiptar. Ditën e djeshme u pushtuar jeti, është ndarë Olsi Byliku nga gruaja, shkaku i Eglitako, domethënë kam lexuar ca lajme në përca portale që nuk e kuptoj. Merrem vetë me gazetari, jam vetë gazetar dhe titujt e kuptoj që duhet të jenë pak provokativ për të ngjallur interes të publiku për të lexuar lajmin. Tani dua të jemi sinqert me ju, por të bësh titullin aq arrogant që Eglitako, do me thënë është arsyeja që Olsi është ndarë nga e dashura, kjo do me thënë i bie që të vrasësh veten, definitivisht. Olsi Byliku ka një marrëdhënie shumë të mirë me të dashurën e tij, një marrëdhënie shumë të hapur dhe në qoftë se një djalë merr mundimin që të shkon në një reality show dhe t'i kërkon falje apo t'i thot faleminderit një ish të dashurës së tij në një marrëdhënie që nuk janë ndarë me pushk, me thik e me sopat, por janë ndarë me njerëzillik, janë ndarë me qetësi shpirtërore, janë ndarë me mirë kuptim, me njëherë tek ne, fatkeqësisht si shoqëri, të ngjisësh bishtin nga mbrapa tjetrit është arritja më e madhe që mund të bësh në jetë. Do me thënë, nëse kanë arritje shoqëria jonë, më të madhe në jetë dhe kulminacionin e arritjes së tyre është të njollosin imazhin e tjetrit pa patur fakt, pa patur argument, vetëm futja kot muhabetit. Është ky muhabet. Olsi postoi një mesazh nga një gocë e cila me dashurinë më të madhe ndaj këtij çunit në aspektin si fansja e tij, sepse ajo është figurë publike dhe jo çdo figurë publike, do me thënë çdo njeri që i shkruan është i dashuruar. Tani është e turpshme kur unë shikoja portale, amatorësh, do t'i them kështu, kur shkruanin tituj, gjesti ndan momente me era i strefin. Ore, aq të lodhur jeni ju nga mendorja, që do me thënë ky tjetri pas ka shkuar në një koncertin e tij dhe ndaka momente intime. Po pse do me thënë kështu bëhet puna e gazetarëve? Kjo është e turpshme që unë po lexoj. Dhe dje kur po lexoja Egli, do me thënë e lexova si lajm, edhe thash mos e prek fare, sepse është shumë e turpshme për ta prek. Dhe çuditërisht, Olsi Byliku reagoi me njëherë. Bëhet fjalë për këtë video, tu dhe ma shfaqet çik videon për cilën video bëhet fjalë. Ja mesazhin që ka nxjerrë Olsi, do me thënë një maturante i ka shkruar, i ka thonë që nuk e dija do ma lexosh këtë mesazhin, po i thotë që unë e kam qef, nuk kam thot partner, do me thënë ka dashur goca të bëj diçka më ndryshe, më të çuditshme nga shoqet e saj, të vish të më shoqërosh deri brenda në restorant. Dhe Olsi, robi thjesht, do me thënë nuk është njëri me kokën qiell që nuk e hapën mesazhin, ka shku, e ka marrë, ja ka plotsu dëshirën fanses së tij, e ka çu drejt restorantit dhe të gjithë shokët e shoqet janë befasuar me këtë veprimin dhe maturantët janë adoleshentë të cilët kanë ëndra të bukura të bëjnë gjëra interesante dhe të çuditshme. Dhe unë e përgëzoj Olsin për surprizën që i ka bërë kësaj gocës, e përgëzoj se në qoftë se ti je figurë publike, në qoftë se ti je artist, nuk je mbret i botës që kap qiellin me dorë. Je thjesht artist që ke çik klikime më shumë. Dhe tani kjo fotografia që është bërë publike, do me thënë është që Olsi tradhton të dashurën, Olsi ndahet nga gruaja dhe që ishte më e turpshme për shkak të Eglit. Unë këtë gocën dua ta përgëzoj dhe i kërkoj ndjes që është marrë videoja, apo videon e ka bërë vetë publike Olsi në Instagramin e tij. Ju uroj të gjitha të mirat kësaj vajzës, e përgëzoj për guximin dhe për kreativitetin që ka, bëri diçka shumë ndryshe dhe le të jetë Olsi një shembull për të gjithë personazhet e tjerë publik se çfarë komunikimi duhet patur me fansat. Fansat janë biznesi jot, fansat janë buka jote. Fansat është e bukura kur personazhet publik kanë komunikim, kanë marrëdhënie, kanë afrimitet shoqëror njerëzor me to. Dhe jo fansit mos ja kthesh mesazhin,
fansit mos i thuash një faleminderit, sepse ai fansi ty të marr me bukë, po të mos jetë fansi ti vdesësh për bukë, i nderuar VIP. Dhe kjo është arsyeja që Olsi Byliku ka bërë këtë veprën, që do me thënë ka qenë modest, tjetri është modest dhe ka dashur që t'ja realizon kësaj gocës dëshirën. Andaj, kur të krijojmë një titull lajmi, le të jetë një titull i çik pak më njerëzor, edhe më i bazuar në të vërtetën. Jo një titull lajmi që do me thënë të dalin lajme kot dhe pastaj humb dhe seriozitetin, humb edhe vlerën e një portali që ndoshta ka qenë një portal vërtet shumë i vlefshëm. Ne do të takojmë sërish së bashku. Olsi është në marrëdhënie shumë të mirë me të dashurën e tij, thjesht ka gëzuar shpirtin e një maturantes.